përsëri më të mirët në botë. Përsëri më të mirë në botë. E kuptova që prindërit po harronin të ishin miq, por gjërat filluan të ndryshonin. Kishte raste kur zgjoheshin natën dhe I dëgjoja të griteshin. Nuk e kuptoja mirë se për çfarë griteshin, por më dukeshin shumë të inatosur. Mamin e shihja të fshinte lotën fshefura zi prej meje. Disa kohë që babi nuk jeton në një shtëpi me mua dhe me mamin. Kur babi u largua, më përqafoi fort dhe më tha se më donte shumë. Ai më premtoi se së shpejti do të vinte për të më takuar. Si ndodhi gjitha kjo, u mërcita shumë dhe fillova të mendoja se mos ishte faji im. Nëse do të isha më e vëmendshme, do të kisha notat më të mira, u të mos pija ujë të ftohtë, nuk do të semuresha nga bajamet. Po të mos kisha haruar pa ushqyer as peshkun, nuk do të kishte ngordhur para një jave. Po të mos bëja kaq gabime mbase prindrit do të ishin sërish shok. Mami dhe babi, kur e kuptuan se unë mendoja kështu, më thanë se nuk kishte faji im, që ata nuk ishin më miq, po atëhere I kujt ishte faji? Mami dhe babi më shpjeguan se ndonjëherë prindërit shkojnë më mirë me njëri tjetrin nëse jetojnë në shtëpi të ndryshme. Ata më siguruan se çfarë do që të ndodhë apo kudo që të jetojnë. Ata do të më duan shumë dhe do të më gjenden gjithmonë pranë. Jetoj në shtëpi vetëm me mamin, unë mund ta marr babin në telefon sa herë të dua dhe ta takoj çdo javë. Ka ne qofle dhe të shtëpia e babit. Në raste të veçanta, si në ditë e lindjes time, babi vjen në shtëpinë tonë dhe kalojmë darkat e gëzuara të gjitha së bashku, një lloj si dikur. Mami dhe babi im gjithmonë do të më duan dhe sigurisht do të më bezdishin për detyrat e shtëpisë. Ata vinin me radhë të më marrin nga shkolla. Kur kemi shfaqje ose lojra sportive me shkollën, ata janë në tribunë duke brohëritur dhe duke cituar skuadrën ku jam unë. Unë dua shumë mamin dhe babin tim. Ata janë më të mirët në botë.